kom të tërë harrohet ta në përkëmësh. Nuk ti je tiran, ti je sa duash, po them edhe një herë, ky vend ka lindur, lind dhe do të lind historikisht burra që i dalin për zot vendit. Ka dhe heronj që nuk e duan vetën zotëri sot. Sepse gjithë ta burra që po flasin atje, flasin me sinqeritet ata. Qofse i ke parë sa të sinqert janë. Nuk e thon me domethënë si temu ty apo në thonjza të djallëzuar, ta themi më troç fjalën. Por me nën kuptime të tjera. E thon, ata thon atë që ndjejnë zotëri. E në momentin thirrja një kombi nga shpirti i tij nuk dëgjohet, kjo do të thotë që ti je kthyer në një Tiranë zotëri. Dhe tiranët kanë një fund. Mirë, po këtu është historia do të thënë është problemi të evitohet gjakderdhja, sepse unë po shikoj ditë për ditë aty flasin për gjakderdhje. E kupton, domethënë është një burr shteti eviton gjakderdhjen. Domethënë protesta mjaft e qetë, popullore. Shumë e qetë, shumë qytetare dhe unë habitem sepse shko për hir të së vërtetës. Është vërtet që kanë arritur ta mbajnë dhe organizatorët, se janë dhe temperaturat e larta dhe në Ballkan dhe për hir të së vërtetës, aty Partia Socialiste ka deputet dinjitos. Unë i njoh një pjesë të tyre, kam shumë respekt sikurse edhe të djathtë, pra më kupton, unë realisht nuk kam qenë gjithmonë kam qenë korrekt, nuk i shikoj fare sepse këta janë s'ka të majtë djathtë, janë gjithë majtë. Po ideja është që ta prezumojmë se janë të djathtat atjerë. Pra, aty ka deputet dinjitos Partia Socialiste. Unë habitem se si mund të dojnë do të këta, se në fundit zotërin, qofse i zoti shtëpisë çmendur, unë do iki zotërin. Do iki, po ta lëmë të gjithë, po ti heqë dorë ministra, çfarë do bëj? Vetëm do në qeveri? Pse nuk ndodh kjo? Sepse pikërisht këtu dhe jo pa qëllim Rama tha të jemi të bashkuar, nëse e mban mend. Bëjmë çfarë bëjmë, pra të kujtohet ajo skena? Pra, mbyllim gojën. Mirë po. Sepse realisht ata ministra sot, një pjesë të ministra nuk përfaqësojnë popullin shqiptar, nuk përfaqësojnë motuesit shqiptar. Kanë gëtitur në një lugçor ndonjëri dhe mban peng kjo. Po pikërisht prandaj po them, por nëse zotëri, Partia Socialiste ka shumë deputet dinjitos, ka dhe familja shumë të mira që unë i njoh një pjesë për ta, kam respekt le të jenë të majt. Unë nuk i shikoj fare në atë aspekt. Ka deputet dinjitos për të cilët unë ruaj shumë konsiderata, janë dhe familje të shkëlqyera. Dhe po të them se nuk duat përmend emra konkret, se nuk do isha as pak etike, por këta deputet zotërit i dalin oponencë sot. Nëse këta deputet sot i dalin oponencë, apo i japin dorëheqje zotëri, ata do të votojnë nëse 10 fishin në votave që kanë. Pra, ju thoni që protesta vetë ndoshta e do dhe një ndihmë nga brenda PS-s për të arritur qëllimin. Patjetër duhet të ketë në thonjza një revolt nga brenda, sepse nëse ti zotëri nuk dëgjon askënd, po janë miliona shqiptarë dalë aty, sepse s'janë ata të njëjta fytyra. Nuk mund të akuzohet me këtë se do të quhet protesta, absolutisht. Aty janë miliona shqiptarë dalë. Ata sot janë tepër të indignuar sepse ti nuk po dëgjon thirrjet e qytetarëve. Unë se do isha kryeminist i vendit dhe një qytetar të ishte një i vetëm, do ta dëgjoja, do ta thirrje, do ta dëgjoja. Një qytetar i vetëm të ishte. Jo mira dhe qindra mira qytetarë, jo diaspora. Zoti pasaj, po me që dolëm te diaspora, mendoni që mund ndodh diçka më tepër në 4 korrik? Pra, do jetë akoma presioni nëpërmjet numrave? Unë nuk mund të parashikoj, por aty, me qartë, aty unë të thash, jo 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 sa mbledhën aty, po edhe 500 jem nga Vlora, thash, ti ishte ushtria me tanket e rrethonte do ta pushtonin për atë punë, po. Ideja është që të evitohet kjo gjakderdhje. Një shtetar i Zotit sot që të mbahet mend histori, sepse zotëri, do mbaroj kjo punë. Ditë janë. Duhet kuptuar që mira po ke zotëri, nëse ti ke drejtuar mirë shtetin, nesër nuk mund të jesh i arrestuar së Po nëse ti e ke keq menaxhuar shtetin, do mbash përgjegjësi zotëri. Tani fundi ose do përfundoj siç flasin aty si Gaddafi, ke dëgjuar se çfarë flasin aty, do kesh fatin e Gaddafit. Pra, më kupton? Pra, o zotëri, dëgjoj këtë popull, mos e shpërfil këtë popull. Nuk e vë në diskutim, thash, ndoshta mundet jetë edhe që mund jetë agjentura, mund jetë mafia, mund jetë interesat, mund jetë klanet që nuk e lejon të jap dorëheqje sepse i thon zotëri ke dhe llogari se ke për sa.
qoftë gjithmonë hipotetike flas sepse unë jam prokuror që kam mbledhur prova dhe i them zotërit dale këtu se ke 1, 2, 3 x akuza. Por unë flas si qytetar duke parë nga larg protestën, pra kjo thirrje e qytetarit zotërit duhet dëgjuar dhe një mbështet as njëri personalitet që të ngelet në histori në momentin historike jep një vendim historik për veten e tij. Në radhë parë, pastaj, domethënë ai vendim historik sjell pasoja pozitive gjithmonë flas i vend po. Çfarë ndodh nëse SPAK-u në këtë moment ndërhyjte për të hequr atë tullën e pushtetit ekonomik? Nuk e ka në çfarë konteksti e keni këtë goditjen e oligarkisë. Shko, SPAK-u ka punë të veta, sepse ata mbledhin prova, ata nuk mund të ecë me tjetrin në ritëm me protestën. Shko, SPAK-u s'ka lidhje, SPAK-u ka tjetër punë, mbledh prova, mbledh fakte, kur vjen momenti bën arrestimet e veta, as njofton njëri fare, nëse janë nda shoqëruar me imunitetin e këtyre. Më kupton ja kërkon këtyre deputetëve që realisht për fakt keq, domethënë humbën personalitetin e tyre sepse thash unë njoh shumë deputet të Partisë Socialiste për cilë kam shumë respekt, kam konsiderata një pjesë e njohur që në fëmijë të vegjël. Për shembull zoti Bido, unë kam shumë respekt si djalë patriot, djalë një familje shumë e mirë. Është gjysmë lab, gjysmë çam, çmci ka është një personalitet i cili unë gëzoj një respekt jashtëzakonshëm. Pra e të tjerë, po s'do ta përmendja në fakt, mëse ishte qoftë edhe këta deputetë e Vlorës, pra një pjesë i njoft. Pra janë familje shumë të mira, përfaqësojnë vërtet, përfaqësojnë drejtësisht dhe nuk e kuptoj se si këta ranë atë grackë dhe nuk pranuan që të hiqej imuniteti. Ajo ngjall një revolt jashtëzakonshëm. Sepse qytetarët nuk janë më naiv sot, mund të gjijash, jo po dale kështu, dale kështu zotëri. Po ti ke marrë qytetari ke arrestuar për 30.000 lekë vjetra. Ai tjetri marri veten në qeli për 30.000 lekë vjetra. Më kupton? Si dyshohesh ti për 100 miliona euro dëm e shtetit? Po zotëri nuk po them se është fajtore. Le të jetë e pafajshme. Argumento për para prokurorisë, para gjykatës, unë jam i pafajshëm 1, 2, 3, 5 gjëra, por pse nuk shkon në dispozicion të SPAK? Unë kam thënë vetë, mua se më thret SPAK-u zotëri po. Ti ke shkelur ligjet e këtij vendi, unë jam i gati, ose më thret, unë jam gati për aqitën zotëri. Aty duket, kam thënë edhe një tjetër, cilësia e një burri shteti. Po aq më keq, ti ke një kontratë morale që ke shumë më të fortë se sa unë sot. Ke një kontratë morale, ti ke marrë votën e qytetarëve zotëri, dhe marrja votës e qytetarëve është një përgjegjësi shumë e madhe. Pra, sepse këta e shikojnë shtetin, është për të hapur keq në fakt, po jo para arsiktija, po të gjithë